Është për dignitetin atë parë. Ishte shumë e padrejtë, madje dhe ajo kosta ekzistente që ne kishim, mendoj që ishte e tepërt për kushtet dhe për cilësinë që ne merrnim. Hapja një tryezë diskutimi mes studentëve dhe Ministrisë së Arsimit për gjetjen e një zgjidhje sipas metodave europiane dhe jo sipas metodave lindore. Në shumë vende të botës lëvizjet studentore kanë arritur të ndryshojnë politikat publike, falë masivitetit dhe energjisë së tyre. Edhe pse protesta e studentëve të Universitetit të Mjekësisë në Tiranë nuk ishte aq e madhe dhe as e zhumshme, një grup prej 36 studentësh po sfidojnë sistemin përmes rrugëve ligjore, duke kërkuar akoma drejtësi për pengmarrjen e diplomave të tyre në një ligj i mazhorancës socialiste. Pas 17 nëntori 2025, këta student arritën një moment të rëndësishëm. Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg pranoi të shqyrtoj partinë e tyre kundër ligjit që e detyron të punojnë disa vite në Shqipëri, përndryshe u mba diploma dhe u kërkohet të paguajnë kosto të arsimimit. Ky hap është domethënës, pasi shumica ankimimeve zakonisht refuzohen dhe pranimi i një çështje nënkupton se mund të ketë shkelje të mundshme të drejtave të njeriut. Ligji miratuar në korrik të vitit 2023 e detyronte çdo student të mjekësisë të punonte të paktën 5 vite në vend. Qeveria justifikoi me nevojën për të frenuar largimin masiv të mjekëve, megjithëse nuk adresoi shkaqet reale të këtij fenomeni si pagat e ulta dhe kushtet e vështira të punës. Gjykata kushtetuese me shumicë votash jo vetëm që nuk erëzoi ligjin, por thjesht sugjeroi uljen e periudhës së detyrimit nga 5 deri në 3 vite. Ky vendim u kritikua gjërësisht pasi konsideroi se nuk trajtonte çështjen themelore të cëllimit të drekave. Vetëm disa gjyqtarë në Bakic, si Sonila Bejtja, argumentuan se ligji nuk përbën interes publik dhe se qeveria mund të merrte masa të tjera jo penalizuese për të mbajtur mjekët në vend. E pas kësaj, studentët vendosën të i drejtohen Strasburgut, duke theksuar se gjykata kushtetuese nuk dha argumente të qarta dhe qëllimin e vërtetë të ligjit. Pranimi i padisë në Strasburg është sinjali i parë se argumentet e tyre mund të kenë baza dhe të drejta ligjore dhe se betejat e tyre ligjore nuk kanë mbaruar.